Në shumë qytete, kujtesa jeton në rrugë, ndërtesa dhe objekte që njerëzit trashëgojnë dhe mbrojnë me përkushtim. Por kur kujtesa nuk qenë stre, ajo rrezikon të zhduket. Pavarësisht rolit të saj në historinë dhe kulturën shqiptare, Dibra ende nuk ka një muze të institucionalizuar. Nga ana tjetër, Dibra në Shqipëri e ka një të tillë, por bashkëpunimi mungon edhe pse dy qytetet janë afër dhe ndajnë të njëjtën trashëgimi. Në Dibër të Maqedonisë së Veriut, përpjekjet për të ngritur një muze kanë nisur vonë, me ndihmën e qytetarëve që dhuruan objekte me vlerë për të mos lejuar që koha t'i shkatërrojë. Kufit mund të ndajnë territore, por jo kujtesën kolektive. Historia, kultura dhe tradita kërkojnë bashkëpunim, jo ndarje. Atli Dema, një gazetar me përvojë dhe dashamirës i historisë së Dibrës, prej vitesh është përkushtuar në ruajtjen e kujtesës së qytetit të tij. Sot, ai kujdeset për muzeun e qytetit pas një pagesë. Kur ka kërkesë nga vizitorët apo aktivitete të ndryshme kulturore, ai hap dyert e hamamit të ri ku është vendosur muzeu. Në këtë hapësirë janë afro 1000 sende që ruhen me kujdes, dhuratë nga qytetarët që besojnë në këtë përpjekje. Muzeu fillimisht nisi me aktivitetin e vetë qytetarëve, gjithsesi unë si gazetar duke u angazhuar në materialet duke përgatitur edhe për trashëgiminë kulturore, pas që në qytetin e Dibrës ka mjaft koleksionues të tmerrshëm rreth mbajtjes dhe ruajtjes së këtyre elementeve që janë të rëndësishëm në trashëgiminë kulturore dhe biseduam me kryetarën e komunës që të krijojmë një pikë ku do të bëjmë grumbullimin e elementeve. Dhe nisëm fillimisht me zonjën duke i marrë materialet që i ka lënë bashkëshorti i saj, materialet që janë mjaft të rëndësishme, si fotografitë, 27 fotografitë të Kongresit Dibrës, janë elementet e Bakrit që kanë rol të rëndësishëm në muze. Kjo periudhë ishte periudha vitit 2022, ku në fund të vitit 2023 gjithsesi me 28 nëntor, pasi edhe bëm në grumbulluam rreth 500 materiale, elemente, atëherë bëm edhe shpalljen e muzeut. Muzeu është aktualisht një nismë për grumbullim. Dhe këtu si pikë është bërë në hamamin e qytetit. Institucionalizim do thotë që të merret një vendim për themelim, të cilin sipas ligjeve tek ne në Maqedoni të duhet të bie vendim Parlamenti i Republikës së Maqedonisë për themelimin si institucion, si organ i trashëgimisë kulturore, ku edhe do të angazhohen njerëz për Ciceron, për higjienën, po ashtu edhe për të mbrojtur këto elementet që janë këtu mbrojnë. Ka nisma nga disa aktivistët të nisën të furnizimi një muzeu etnologjik, historik në qytetin e Dibrës, mirë po fatkeqësisht ata nisma nuk kanë mbështetje financiare, qoftë nga Ministria e Kulturës, qoftë nga pushteti lokal i cili nuk e ka në programin e tij financimin e një muzeu. Nisma ka qenë e shumë antarëve dhe deri tash kemi mjaft artefakte, por janë të mbledhura në mënyrë jo profesionale dhe janë të ekspozuar në mënyrë jo profesionale. Pra vetëm bëjmë një grumbullim, i cila ndoshta në të ardhmen do t'i nevojitet ndonjë etnologu që t'i radhitën ata sipas kohës, vendit edhe rëndësisë të tyre. Dhe do doja që në vazhdim që të kemi akoma më shumë bashkëpunim, që të plotësojmë njëri tjetrin në dy muzet, që të plotësojmë me mungesa që ka rreth luftrave të ndryshme ose figurave të ndryshme që janë shumë të njohura për zonën e Dibrës, në dy Dibrat. Familja Ushtelenca ka dhënë një kontribut të çmuar për muzeun, duke sjellë një koleksion fotografish nga Kongresi i Dibrës, i njohur si Kongresi Kushtetues, i mbajtur nga data 23 deri më 28 korrik 1909, një ngjarje historike për avancimin e të drejtave kombëtare shqiptare. Këto foto janë të vetmet dëshmi të asaj kohe dhe janë ruajtur me kujdes nga familja Dibrane. Që në vinte keq, edhe one Irfani e kishte atë dëshirë, edhe bas Irfani, unë tash i dash këto foto të hapet një muzej të ketë në Dibra. Ashtu ishte mbelite sende të vjetra. A i kishte sende që ato e në muzej, pi 100 vjet, pi 500 vjet, gjithë një tonë të
qishtë të gjinte, mutojnë një bangade, vjojë të vjetër du të toam, tepëcia, dhe me shkret qende të vjetër shi gjinte, a i mbelitte. Edhe pse mungon një strukturë institucioni që do ta ndihmonte këtë nismë të rritej e të merrte jetë të plot, Dema shpreson që në të ardhmen muzeu të ndahet në pavione dhe të ketë stafin e vet. Nga Dibra në Maqedoninë e Veriut kërkohet ndihmë nga Shqipëria për ta zhvilluar edhe më tej këtë muze. Mungesa e një institucioni muzeal për dashamirësit e historisë dhe kulturës në Dibër është një problem serioz për një qytet kaq të rëndësishëm dhe një zonë që i ka dhënë shumë kombit. Sa i takon bashkëpunimit, Dibra veç bashkëpunon në këtë drejtim, por pa bë institucionalizimin nuk besoj se nuk kemi në nivelet barabartë. Këtu jemi kom privat, ndërsa ajo është institucion shtetëror. Kështu që flasim privatisht. Mund t'i punon dorë kryetari i komunës, por nuk ka drejtë të themelon institucione muze. Muzein e themelon vetëm Parlamenti i Republikës Maqedonisë, që sigurisht do duhet mjaft përpjekje e strukturave partijake që marrin pjesë në pushtet. Një qytet pa muze për rininë e ardhshme dhe për gjeneratat e ardhshme është një fatkeqësi historike dhe fatkeqësi kulturore për të gjithë popullatën. Sa i takon anës profesionale, duhet më shumë nga Shqipëria se sa nga Maqedonia, për shkak se institucionet e Shqipërisë janë më të specializuar në këtë aspekt, kanë edhe më shumë dokumentacione në arkivat e tyre, kanë edhe ekspertë për të ndihmuar qytetin e Dibrës për hapjen e një muzeu etnologjik. Unë mendoj në qoftë se do ishte një vullnet nga dy institucionet të dy muzeve, mendoj që do ishte diçka shumë e mirë, duke qenë se edhe turizmi në zonën tonë po rritet dita ditës. Qoftë për vizitorët vendas dhe nxënësit të shkollave të ndryshme, por edhe për vizitorët të huaj. Gjithashtu, investimet e pakta në objektet e trashëgimisë kulturore janë bërë kryesisht përmes donacioneve të huaja, duke pasur mungesë nga institucionet vendore dhe politike në Maqedoninë e Veriut. Aktualisht në qytetin e Dibrës janë 27 objekte që janë në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, pra që duhet të mbrohen nga komuna dhe nga Ministria për Kulturë. Për momentin janë vetëm 2 objekte që janë ekzistuese, është ky hamami i ri, edhe shtëpia e Refikselës, të cilat janë konservuar me mjetet të Ministrisë për Kulturë dhe mjetet të Unionit Evropian. Kjo është periudha vitit 2004 deri vitit 2007, kur është bërë rikonstruimi i këtyre 2 objekteve. Prandaj edhe sot kjo është funksional, sepse i vloi dorë Ministria dhe gjithsesi mjetet e Unionit Evropian. Ndërsa elementet e tjera me tendencë janë shkatruar, sidomos periudha vitit 1953 deri vitin 1957, gati e gjithë elementet të trashëgimisë kulturore, elementet të vjetra nga pushteti slav janë shkatruar. Patjetër, një qytet për zhvillimin e turizmit duhet të ketë edhe pika historike. Dibra ka mjaft të tilla, shumica të cilëve janë të rënume, por banja e re, si i themi ne, është një pikë kryesore për vizitat e turistëve këtu. Edhe sot ndodhin këto, domethënë sa herë që vinë grupe turistike e vizitojnë banjën e Dibrës si element historik, megjithëse kjo është ndërtuar diku rreth gjysmës dytë shekullit 19, por është një element kulturor i gjithëpërfshirës për qytetin e Dibrës. Muzeu i Dibrës në Shqipëri, i krijuar që në vitin 1964, ka një gamë të gjerë ekspozitash historike, arkeologjike dhe etnografike që mbulojnë trashëgiminë e zonës. Megjithatë, ai nuk ka një pavion që përfaqëson specifikisht zonën e Dibrës në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se shumë vizitorë nga kjo anë vinë për të parë dhe mësuar më shumë rreth historisë dhe kulturës së përbashkët. Muzeu jon ka 3 pavione të aksesueshme, është pavioni arkeologjik, historik dhe pavioni etnografik. Të 3 pavionet kanë element që na lidhin me pjesën e zonës e Dibrës së Madhe, sidomos të pjesa historike ku historiku është i përfshirë në ato, sidomos në luftën 9-vjeçare kundër serbëve, austro-hungaresëve dhe bullgarëve. Gjithashtu në pjesën etnografike kemi disa element të veshjeve të zonës së Dibrës së Madhe, siç është jeleku i qëndisur me fiari, këmisha dhe një palpuc të tilla. Fatkeqësisht duhet të pranoj, nuk është se kemi një bashkëpunim në nivele të larta,
por her pas here me indicje të vogla nga njerëz të ndryshëm, japim dhe marrim informacione. Por mund të themi me plot gojë që kanë filluar pjesa e shkollave të zonës së Dibrës së Madhe, duke u interesuar për të parë muzeun dhe për të mësuar më shumë rreth historisë dy Dibrave tona. Vizitorët që janë të interesuar për Dibrën në tërësi, në dy Dibrat, paka shumë vetëm me anë të dokumentacioneve ose me anë të materialeve që ndodhen në këtë muze mundohemi, po pse jo edhe me pjesë plotësuese duke folur për rreth dy Dibrat.